Dhe po mendoj tani të hym te madhrat, te dollari, floriri dhe ca madhrat e tjerë kryesor si nafta dhe ti analizojmë në detaj. Fillojmë mirë me dollarin, sepse dollari ka qenë në një rënje të thellë nga situata. Sa dëgjoj të 110 është bërë pasur të që. Së më të FX. Po, eksakt, kush na kanë dëgju këtu, që po flisim atëherë që shikoj dollarin për short dhe ka tregtu afat nesër. Ka bërë një kapital serioze. Ku tregtohen këto zakonisht Forex i tregtohet me X, 10x apo diçka tjetër. Ka rënë 10%, 10x i 100%. Unë kam marrë vetëm 4% këto kohët e fundit e kjo periudha këto. Edhe ne 4.6% profit me uljen e dollarit. Dollari për mendimin tim i duhet të gjej supportin te kjo nacionalda. Shikoj lëvizjen që kanë vënë këtu në zonë historike që duhet të gjej support. Kjo rënje kaq e thellë, kaq shpejt është anormale dhe RSI-ja vet thotë që shumë i shitur. Tani ku do shkojmë për mendimin tim rritet pak? Do të 101, 102? Ideja që Trump do sa më lirë dollarin që të marrë borxh sa më lirë. Kjo është ideja. Ndoshta do rri po aty dollari ose me një çmim më të ulët këtë periudhë dhe pastaj ngrehet. Kjo ka qenë një nga arsyet pse dollari është ulur, që përmend edhe Yrdi. Po lejmë kaq në pjesën e dollarit, mbulojmë floririn, pastaj hym te ca mallra të tjerë. Okej. Unë personalisht po mendoj që dhe kam tregtuar short kundër trendit te kjo zona këto. Pa kam kap këtu lart te 3200 ca. Me idenë që të shkonte më poshtë, shkoj 1% për poshtë, unë doja te 3000, ta kapte këtë zonë 3000-shës. Nuk doli, kam dalë me një humbje shumë të vogël që është diku te 0.2%. 0.28% këtu. Se kam kapur në top këtë kthimin. Tani do shikoj për një tregtim tjetër. Unë do ta bëj short prapë për veten time, se di për të ender. Edhe unë do ta bëj short. Një tregtim tjetër te kjo zona, që të kapem 3200, 3100 ose 3000. Unë du 3000, të 10%. Këtu të flori, sepse është bërë shumë i blerë të gjithë oraret, kuptohet arsyeja, është situata Afrika e tregut, në gjërat e tjera, por është anormale kjo rritje. Duhet të bëj një ulje, për mendimin tim. Këtë po pres, është thjesht që kur do ta kapi momenti i dur që ta në për poshtë. Silver dhe kjo pati një rënje me gjithë tregun e përgjithshëm, pastaj një rritje. Kjo nuk është që ka mbajtur atë qëndrimin e floririt, si metal i çmuar. Ka ecur me gjithë tregun në përgjithësi. Nuk shikoj ndonjë shenjë këtu që për të blerë ose për shitur, mendoj që shumë jo stabil silver për të tregtuar për zakonisht nuk më pëlqen silver. Nickel dhe kjo pati këtë ulje dhe pastaj këtë rritje, po prapë të zona që ka qenë mesatarisht këtu. Është për të parë kjo zona, është 50 dhe kjo zonë, s'po më pëlqen e gjë këtu. Kemi kopër, edhe te kjo rritje, dhe themi direkt kështu, nuk më pëlqen asnjëherë që të tregtoj kështu. Nafta po më pëlqen. Nafta më pëlqen dhe mu. Ti ke hyrë te Oxy? Po. Te $40 kam hyrë. Te 39. Unë po mendoj të shikoj këtë zonë këtu për në hyrje. Në treg prisja këtu, por nuk do. Nafta është nga që gjatë verës, sepse ambullon.
Po. Ka më shumë fire të mëdha, kështu që ka më shumë shitje ndoshta. Po, ndoshta. Dhe shumë i shitur të RSI-a, faktorët e tjerë që ka thyrë zonën, strukturat. Por shenjë që ka për këtë zonën këtu. Është mirë për ta parë, për ta blerë këtu. Ose për bërë ndonjë aksion të naftës që mund të jetë oksi ose diçka tjetër që unë do shikoj gjatë javës. Mua opsion për më shumë për shkak të dividendit edhe fakti që nuk është lëviz shumë si çmim. Po. Më të $10 edhe një profitim se bie gota 40%. Kështu nga çmimi i qemit tash. Po. Kakao tani po bëhet i pëlqyeshëm prapë për mua. Ishte kjo vala këtu përpara, pastaj ulje po të zona që kemi pasur më përpara dhe do na vi konsolidimi. Do shikoj diçka në thyrjet e kësaj zone. Mund të kemi ndonjë zonë këtu për një lëvizje tjetër te kakao. Është për të parë se si do reagoj te kjo lëvizje trendit, faktorë të tjerë. Por konsolidimi më pëlqen shumë këtu. Unë do vetë të research si është prodhimi i kakaos këtë vit. Se ta dim, si ta luajmë. Po. Do të bëjmë edhe ca kërkime të tjera. Pambuku, që mirë pambukun. Ka rënë edhe kjo ndoshta është një nga arsyet pse ka rënë inflacioni, ka rënë çmimet e madhrave, kakao, gjëra të tjera. Kafja. Soybean duhet kjo. Oats, ja. S'ka ndonjë tjetër kakao ndoshta është më interesante nga këto madhra, energjia, gazi natural, ta shikojmë pak. Besoj që kjo ka pasur qëndrueshmëri këtu. Është për të parë. Unë po shikoj VST-n, që është duke lidhur me sektorin e energjisë. Si ide këtë javë. Është për të parë se si do na ecin në hapje. Okej. Do një gjë tjetër për shtu këtu, Kleo, Irdi? Ja, është të grafton për këtë javë. Kemi dhënë që nga vëdurë podcast për javë Çuna mund të na ndjekë në Telegram, ne analizojmë çdo ditë aty, mund të bëjmë pyetje, çfarë ka nevojë. Na bëni subscribe në YouTube, like, comment, follow në Instagram, pasi ne edhe në TikTok Henry poston vazhdimisht, është edhe live pothuajse çdo ditë, diskuton për tregjet, kështu që pyesni kudo. Dhe diçka tjetër është që ka shumë scammers, kështu që bëni kujdes, mos paguani si gjë që nuk kërkojmë as pagesa asgjë, kështu që. Nuk ju shkruajmë kur, nuk ofrojmë kurse ose më jep kaq lek, bëj kaq lek, ne ofrojmë vetëm një trajnim që ofron Henry, është diçka duhet flisni me ata personalisht. Po, që aktualisht ofrojmë vetëm diçka që mund të ish nga Telegrami, që është grupi Falas, që kemi lidhur 1200 veta aty, që të hysh te Discordi, që është grupi privat, që jam unë, Kleo dhe ca nga çunat e tjerë që ndinë strategjin time dhe tregtojmë të gjithë në një themi strategji. Unë kam bërë këtë më shumë që ato që kanë interes të tregtojnë në një mënyrë se si tregtoj unë, të bëjmë pjesë e grupit, por është një zonë që nuk du zhurmë. Ka kontaktuar ca njerëz që thojnë, po pse nuk e bëm me pagesë mujore dhe tyjmë dhe ne. Nuk e dua të gjë sepse secili ka mendimet e veta për tregun dhe nuk du zhurmë. Duam të gjithë të tregtojmë në një mënyrë që edhe unë ta di që kur ndaj një ide tjetri e kupton. Dhe di ta tregtoj, ta menaxhoj situatën. Kjo është i vetmi shërbim që ofroj. Pastaj gjërat e tjera nuk të shkruajmë, nuk të kontaktojmë. Lexoj akauntin, emrin e akauntit që të shkruajnë se janë bërë shumë akaunte falso. Për shembull, mund vej një pikë, pastaj bëjnë Trade Casa Albania ose mund vejnë Trade Casa Albania me 2A, Trade Casa Albania me një numër 1 na mrapa. Nuk kemi në
ne nuk ju kontaktojmë në përmendje sociale, duhet të bëni pjesë për mendimin tim bëni pjesë e YouTube-it që keni falas. Çdo informacion që ne do ndajmë këtu do zhvillohet dhe kanali në një nivel më të mirë nga shtatori dhe kënej me emisione të ndryshme dhe informacione të tjera. Dhe pastaj Telegrami që keni dhe Telegrami falas mund merrni informacione aty, ide të ndryshme, analizat e mia çdo ditë, mendimet e Irit, mendimet e Kleos gjatë javës dhe shumë gjëra të tjera, se kemi dhe antarë tani që edhe antarët e tjerë, ka antarë të tjerë që janë shumë të aftë, që ndajnë idetë e veta, analizat fundamentale, mendimet, lajmet, dhe është bërë një komunitet që ndihmojmë njëri tjetrin. Nëse të mbyllim me kaq për sot, faleminderit Kleo dhe Irdi. Faleminderit. Mirupafshim.